Sa do ti? Po se po ti shtoj me 10.000, sa do të 100.000, unë po ta qitë në statistika, 100.000 do thot mushet bulevardin nga kryeministria 1 minutë, deri ke bulevardi i ri. Kjo qitet me sa metër kuadrat është bulevardi, sa njerëz rrin tash. E lejmë këtë. Ka qenë nga presidenca deri ke afër 100.000 popullsia është Keprisë është 100.000? Jo, por kur nëse janë 100.000 shesh, janë dhe 10 fishi që janë me zemër në protestën, por që s'kan dalë. Se ti nuk, shiko, ka një studim sociologjie valla, se jam me emrin autorëve jam që njihet. Nëse 3.5% e policisë del në shesh, ai pushtet nuk reziston dot. Mirë, dakor. Sepse humbet legitimitetin. Shiko, me aq njerëz që kanë dalë Rama dhe kishte ra këto ditë. Por çfarë marr Ramën? Fakti ka Berishën përballë. Pra Rama rri aty se s'ka kush e zëvendëso. Kaq. Kjo është vetmja gjë që madh, sepse ajo protestë do ta kishte rrëzuar jo Rama, por kushdo që të ishte. Kudo në çdo vend botës që kishte do kishte ra pushtetin. Problemi është se këtu del ai thotë që shiko, unë jam s'ka tjetër se nëna më të mirë se s'ka kush ta zëvendëso. A kupton? Ky tjetri thotë s'kam kushtet, ta marrë një tjetër më valla. Ky është problemi këtu. Tash dhe këta nga ana tjetër kanë kap gjithë ditën se këtu s'kan parti këta. Po ta marr mirë qenë dhe këtë. Po ta marr mirë qenë dhe këtë. Tash ti kur thu kam shtetje popullore dhe përdor fjalën revolucion, ka një kuptim. Të hysh dhe të marrësh me dhumë institucionet. Ky është revolucioni. Revolucioni ky është. Dhe revolucionet në botë, pra ne po them se ne inflacionojmë çdo gjë, nuk e kam halli ke përdorimi termave tash. Revolucionet në botë nuk kanë bërtit revolucion 3 muaj. Po. Kanë bërë revolucion. Po kanë filluar, kanë bërë revolucionin, kanë përmys pushtetin me dhunë e kanë marrë. Ne jena kundër dhunës. Po tashi atë kur je kundër dhunës, fjala revolucione do të thotë dhunë, përmbysje me dhunë. Ka revolucione paqësore, revolucioni amerikan për shkak është një variant tjetër që është u bë pati dhe aty po do, shiko, ka revolucioni amerikan u bë, janë derdhjak me anglezët, janë vrajën po betejë që po ka variante, jo duhet të them që është varianti i djathës, se unë jam nga duhet qenë i djathtë jam kundër revolucionit. Po pra ti do më fut në kurth mua po ka variante që unë sigurisht preferoj të përdor terminologji tjetër, por ka variante që mund të pranoj dhe djatha rastet kur një sistem ka nevojë të shemet më valla. Sepse është sistem i ngrit me mrapshti. Çështja është që edhe sigurisht termi revolucion shpeshherë përdoret në mënyrë inflacioniste si thut ti, por kërkon të përcjellë një mesazh politik. Jo dëshmërisht me gjuhë shkencore, se populli nuk është studiues i shkencave politike që të përdori termat e saktë, por e përdor në termin e një përmbysje pa dhunë,